Peqinin si një zonë që jo vetëm mbart element kriminal, por ka një lloj krimi të nëndheshëm që është shumë e vështirë për të depërtuar dhe shumë i vështirë për të dalë në sipërfaqe dhe mund të them pa frikë që gjithë baza e krimit organizuar në qytetin e Elbasanit i ka rrënjët më shumë aty se sa në vetë qytetin e Elbasanit. Sigurisht që përgjatë raportimit tim kishte element të botës krimit të cilët ishin në afërsi të qendrave të votimit, brenda qendrave të votimit, operuan në zonën e Peqinit dhe të Elbasanit përgjatë mbrëmjes së heshtjes zgjedhore, që është edhe le të themi ajo nata kur vendoset gjithçka. Domethënë, heshtuna në mbrëmje ose mbrëmja e heshtjes zgjedhore përgjithsisht shfrytëzohet nga element të botës krimit, persona të cilët janë të interesuar për të blerë vota apo për të ndikuar tek votuesit që të japin atë vulën përfundimtare dhe të kenë rezultatin që ata dëshirojnë të nesërmen, që është dita e zgjedhjeve. Nuk nguan këto skena as një zonë të vogël si Peqini, lufta sigurisht atje ishte jo pak e ashpër dhe në tërësi në gjithë vendin ton, këto zgjedhje lufta nuk ka qenë vetëm mes kampeve kundërshtare politike. Lufta më ashpër ka qenë ajo lufta brenda llojit, ajo lufta mes atyre kandidatëve të cilët ishin në listë të hapur, sepse gjithë secili sigurisht donte që të ishte më i votuari dhe për më tepër që kemi dëgjuar edhe këto shifrat që kanë hedhur që jo unë do të marr, do të dalë më i votuar, jo unë do të dalë më i votuar, jo unë do të dalë me, do thyej rekord, do të dalë me 20.000 vota, do të dalë me 30.000 vota dhe që të arrish një prag të tillë është pa diskutim shumë e vështirë dhe nga ana tjetër rrit edhe atë ndjesin tek kundërshtari, që është ai kundërshtari brenda llojit. Mirë po duke patur kundërshti të tilla, prodhohen edhe ngjarje të cilat shkojnë deri edhe në pengmarrje, mund shkojnë deri edhe në përplasje me armë. Çka bëri që edhe Peqini të ishte, ndryshe nga sa më herët që ishte përgjithsisht qarku i Elbasanit, ishte Cerriku në qendër të vëmendjes për problematikat që kishte atje në përplasjet qoftë me subjekteve politike apo qoftë brenda llojit, u bë subjekt i Byros Kombëtare të Hetimit dhe subjekt i prokurisë posaçme edhe zona apo bashkia e Peqinit, duke shkuar deri edhe në mbledhjen e donave që sot ndoshta mund të jenë përkthyer në një hetim të nisur nga prokuroria e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit për një ngjarje që të paktën nga informacionet që un kam nuk është as pak e hishme dhe e lehtë dhe mund të them nga më të paprecedentat që kanë ndodhur këto zgjedhje. Nuk do doja të jepja shumë detaje për shkak se është jo vetëm që është në hetim, por për sa kohë edhe vetë prokuroria e posaçme nuk është shprehur dhe është në fillimet e hetimit të saj, patjetër që nuk do doja që të ndërhyja dhe të deri diku të ndikoja apo të cënoja edhe hetimin e prokurisë posaçme apo të Byros Kombëtare të Hetimit. Nga ana tjetër, mëson në vende të vogla Andi sepse ti aty të thash sheh dhe dëgjon gjithçka. Dhe kur them sheh gjithçka, ti shef se si rrethohet një zonë e caktuar dhe ka brenda saj këto eksponent të cilët ndikojnë në një mënyrë apo në një tjetër tek votuesi, ndikojnë në një mënyrë apo në një tjetër tek numëruesi, ndoshta pa patur nevojë për të folur dhe pa patur nevojë për të ushtruar presion, por thjesht me prezencën e këtyre personave të botës krimit. Prezenca e këtyre personave të botës krimit, pa diskutim që mund ta bëjë një qytetar të thjesht të një vendi të vogël apo të madh qoftë që ose kur të shkoj tek kutia, tek fleta e votimit, për shkak të intimidimit që i bëj që në hyrje të vëri atë plusin apo atë kryqin pikërisht tek emri që ata mbështesin, ose të kthehet dhe të mos votoj fare. Por opsioni më i madh është që ata të hyjnë, të votojnë dhe të votojnë pikërisht ata që mund të mbështesin këto element kriminal. Dhe ti në një vend të vogël mëson se si kjo gjë ndodh në fakt edhe në vende të mëdha. Thjesht në vende të vogla është më e dukshme për shkak edhe të më pak njerëzve që janë aty dhe për shkak edhe të terrenit që ta bën më të lehtë për ta vërtetuar se kush janë ata të skeduarit dhe kush janë ata të cilët janë vëzhguesit e vërtet. Jo vetëm kaq, patjetër që
edhe prokuroria e posaçme ka patur target grup kryesor të hetimit të saj në këtë fushatë zgjedhore, në këtë proces zgjedhjesh dhe në këtë proces numërimi, përfshirjen e administratës publike, që sigurisht syri tim nuk i kanë shpëtuar edhe punonjës të administratës publike, të institucioneve jo pak të rëndësishme, të cilët ishin gjithë sy e vesh në qendrat e votimit dhe në qendrat e numërimit, dhe jo më kot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë edhe prokuroria e posaçme ka bërë edhe një kërkesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se kush janë të gjithë ata të cilët janë akredituar si vëzhgues apo numërues në rang republike për të parë nga afër procesin e votimit apo procesin e numërimit të votave, pra në tërësi procesin zgjedhor, edhe për të parë se çfarë emrash do të dalin nga të gjithë ata që kanë aplikuar për Begje, që shumicën prej tyre ose janë para me Begje fare njëherë. Domethënë nuk kishin nevojë për Begje sepse ishin kaq të lidhura gjërat me njëra tjetrën, sa që në vende të vogla kjo është e lehta që ti mund të hysh sepse i njeh të gjithë, siç ka thënë edhe Monika. Ne jemi një fshat i vogël ku të gjithë e njohin njëri tjetrin. Do diskutojmë edhe pak më vonë për spakun për mënyrën se si poeton, çfarë poetonë dhe çfarë konkluzionesh do nxjerrin. Tani avokat. Ai dhe ka raportuar në Peqin. Ti dikur ke pasur një fushat intensive në 2021-shin, po në qarkun e Elbasanit. Atje ku raportoja unë përsëri. Dhe besoj ke pari terren të tjerë. Shumë. Tani, më bën ti krahasim, do të këtë vit nuk e qenë terren, nuk e ke parë nga afër, por nga ajo çfarë dëgjove, nga ajo çfarë se besoj ke komunikuar me miqtë tu, kështu që e kam raport me vështirësinë që prodhon ndonjëherë krimi me format e kamuflimit të tyre personazheve. Është pak a shumë një lloj, në këto zgjedhje ishte pak sa më e sofistikuar gjëja, por duke qenë më e sofistikuar, besoj domethënë që si më e sofistikuar? Ja ta shpjegoj. Besoj domethënë që problemi se u vetëm sofistikuar që nuk e pash. Jo, në krahasim me 2021-shin po flas. Se nëse në 2021-shin bandat ishin në terren dhe së dridhej që piku fare, si vjet unë pash domethënë që po punonin underground, jo patjetër. Por kjo punuarit underground si duket u ka dhënë më shumë produktivitet se sa në 2021-shin. Ju ka dhënë shumë herë më shumë. Ndoshta presioni, mënyra se si ata munduan që të futeshin deri diku, i ka dhënë mundësi domethënë të bandave që të ishin nga njëra anë të bënin punën e tyre ashtu siç kundëra bën, dhe nga ana tjetër domethënë të ruheshin edhe nga ligji. Le të themi domethënë ecën në një tet të hollë midis të lishmes dhe të palishmes. Të shkon në mendje cila mund të jetë një formë domethënë që krimi zgjedh për të punuar underground. Ja ta them shumë shpejt. Një ditë pas, madje një ditë, atë ditë që kanë qenë zgjedhjet, unë kam qenë në studion e kolegut tënd dhe kam raportuar, nuk e kam dhënë me emër sepse funditës domethënë nuk është detyra ime që t'i jap me emra me emër. Okay. Por kam thënë domethënë dhe po e rikthem prap që 2 ditë përpara zgjedhjeve, pra ditën e premte, në zonën e Librazhit dhe Prenjësit, një biznesmen shumë i fuqishëm në atë zonë, të Elbasanit po flas, i kishte mbledhur të gjithë këta që mbahen edhe si persona të cilët domethënë kanë influencë vote dhe u jepte zarfe të gjithë. Ajo që më bënte çudi ishte fakti që aty nuk ishte të paktën një qytetar që nuk e bënte dot, sepse qytetari funditës shikon te shtëpia vet. Është qartë. Dhe nuk e ka dhe funditës detyrim leç, çfarë themi domethënë që është detyrë qytetar. Detyrë qytetarët do ta bëjnë institucionin rreth pas sepse ato domethënë emërohen dhe paguhen për atë punë. E dyta nuk pash një të BKH-s, nuk pash një të opozitës që ta denonconte një gjë të tillë fare. Dhe në fund ditës tash unë po e them sepse kam detyrë qytetare, por nuk kam nevojë domethënë t'i them emër mbi emër që pastaj të merrem unë me ta dhe opozita apo le të themi spaku të flej gjumë sepse po ne kishte një zarf avokat. Ke dieni? Këtë nuk e di ta them, por zarfet ishin të majme. Në sensin domethënë që kur shkon takon 50 veta, ata 50 veta i takon për 500 veta. E kuptoj. Kjo është historia në pak fjalë. Kështu që kjo gjë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur tjetër? Ka ndodhur fakti domethënë që ta thaj Ida pak më parë, ka pas një luftë brendshme, sidomos brenda Partisë Socialiste, sepse aty shikohej domethënë që mund të prodhoheshin le të themi mandate për te listës së mbyllur. Okej. Dhe aty pastaj ma beso domethënë ka pas një çmenduri, luftë aq sa edhe këtë e rikthej edhe një herë,
disa njerëz, individ, kanë pasur edhe një shernaj, sa do pak të vogël që ka na shkaluar, një javë përpara zgjedhjeve, ditë shtune në Librazh me njërin nga kandidatët që sot është deputet në atë zonë edhe me kryetarin e bashkisë. Edhe nuk ndodhi asnjë gjë. Ata morën kusuret e veta nga krimi. Ka qenë një zonë shumë e nxehtë Elbasani. Zgjedhje dhe Lezhë nga ana tjetër, më fal avokat që. E treta shumë e rëndësishme dhe kjo pjesa tjetër, domethënë, unë do të them, pastaj njerëzit le ta gjykojnë vetë. Cilët janë më të votuarit nga një krah dhe nga krahu tjetër. Arsyetimin, logjikën le ta bëj gjithkush me veten e vet, ëh. Unë nuk merrem domethënë të them që këta që janë nga ky krahu këtej kanë marrë votat e krimit dhe këta që janë nga krahu tjetër kanë marrë votat e militantëve të njerëzve të ndershëm. Por gjithkush gjykon në syrin e vet. Tek Partia Socialiste më e votuar quhet një Sara Mila. Sara Mila, po, në Elbasan. Në Elbasan. Okej? 18.000, 19.000 vota. Se një kërkush ata. Domethënë po them mediatikisht. Se mund ta njohin lagje vet. Shiko, mediatikisht Sara ka punuar, ka qenë dhe kolegjale, edhe në deklaratë. Se odha poshtë. Ka qenë. Po nuk besoj se është më e njohur se sa ti. Kolege gazetare. M'fal, është më e njohur se sa ti? Do ta shohim kur ty në parlament. Lera atë unë po flas para se ty ndë në parlament. Para se ty ndë në parlament. Atë dolën edhe zëra në fakt, kishte edhe akuza avokat falët ndërpres që kishte marrë më shumë se sa 18.000 vota dhe i shpërndau tek kandidatët e tjerë. Nuk po merrem me këtë. Për shkak të shumës së madhe. Nuk po akuzojnë këtë zonjë. Jo, edhe unë nuk as pa akuzoj thjesht po them çfarë është aluduar deri tani. Njerëzit që kanë dy parlament në kokë, do të më gjojnë dhe thonë pastaj da bëjmë vetë. Nga Partia Socialiste, dy njerëzit më të votuar ishte Sara Mila dhe Arken Balla në Durrës. Rregull. Këtë okej. Po mbima dakord tash edhe një tjetër, gjithkusht bëhet nga ky krau tjetër, më të votuarit ishin Jorida Tabaku dhe Ilia Ali Mehmeti. Në qartë. Në rregull. Tani kush janë këta të dy dhe kush janë këta dy tjerët? Kaq. Gjykoje vetë o njeri. Mos prit të ta them unë fare. S'kam nevojë unë ti thë, unë nuk kam nevojë që të bëj. Po ndoshta figura që ishin të rinj, figura të reja. Arken Balla nuk është i ri, se është deputet i parlamentit. Mandati i dytë kam poshtë. Flas për mandati i dytë. Po gjithsesi mandati i dytë pra. Aida, po deshe ti të gjesh justifikime, unë do të gjej 10 më shumë se sa do gjesh ti, për secilin për këtyre. Unë po i lë njerëzit të ta interpretojnë si të duan ata. Unë po them, nga ky krau këtej ishte Jorida Tabaku dhe Ilia Ali Mehmeti. Nga ky krau këtej matan ishte Sara Mile dhe Arken Balla. Jo pak të etiketuar në fakt, sidomos nga opozita gjatë fushatës. Për Sara Mile doli me zë me figurë Sali Berisha, 10 ditë, 2 javë përpara, po bëjmë bandat, po bëjmë. E tha Berisha, Berisha tani nuk është zëri i së vërtetës në kuptimin e gjerë të fjalës. Po problemi është domethënë ai, tha punë tjelet, unë nuk merrem me këtë histori. Unë ditë them domethënë që krimi ose ndërhyrja në zgjedhje këtë vit ka qenë më e madhe se në 2021. Thjesht ka qenë më e kamufluar, më e sofistikuar, më e zgjuar dhe pastaj kur mori trendi, jo trendi bullgar, se trendi bullgar është një gjë tjetër, që ndodhi në anë nga Lapraka, kur mori trendi pastaj si ti ishin 10, si ti ishin 100, si ti ishin 1 milion, një lloj shkonte historia. Por nga ana tjetër kanë qenë edhe të monitoruar, domethënë për te faktit që punoi në ndeshëm krimi këto zgjedhje, sigurisht që edhe institucionet rritën le të themi vigjilencën e tyre ose të paktën u krijua. Sa shumë u trembën ata me Aida, nuk e ke idenë. Po për sa kohë. Domethënë e kupton se sa shumë. Nardi, shikon, ne këtu kemi qenë kur kemi thonë kush e di sa herë që sado që institucionet të rrisin vigjilencën, sado që të shtojnë punën e tyre prap krimi organizuar do të gjej metoda që janë 10 herë përpara dhe do ta bëjnë atë që kanë ndarë mendjen për ta bërë. Atë të kundërshtoj pak. Atë të kundërshtoj pak. Po. Okej. Thjesht fakt. Pak fare. Spaku ngriti një task force që konsiderohej policeske. Po nga policia kryesisht merrte informacion. Policeske në mënyrën e demonstrimit dhe rikuperimit që do bënte. Pra të thuaj që do t'i kapte në flagrancë. Po pra. Paraandaluse, prandaj them policeske, se policia është paraandaluse, ushtria është vret. Shkon del. Tani unë po them policeske, sepse Spaku hetimin e ka në ADN-n e vet. Atë pun ka Spaku, do jetoj. Do jetonte përpara, sikur do jetoj në bazë zgjedhje, do jetoj edhe ndërsa të ekzistojë si çon prokuroria. Pra policeske, dhe jo më kot. Në qoftë se Spaku do fillonte jo sot, jo dje, jo pardje, po para 3 muajsh,
Kur ti, unë dhe Andi e dinim shumë mirë që çdo drejtor, sa do pak i rëndësishëm i administratës publike, i detyronte në punësit e vet, më thuaj ti mua 10 njerëz tani që i ke në diasporë të marrin që ti regjistroim. Tani nuk mundem unë që ta anashkaloj të gjë të më thuash domethënë që spaku se pas ka pasur do të një të infiltruar për të bërë një shembull. Nga Vermoshin Konispol. Mbase avokat është një metodë që mund të ketë përdorur për të thënë që ne do të krijojmë task force policeske, po ndërkohë nga krau tjetër kanë punuar edhe mund të kemi sot dosje që do të çojmë përpara drejtësisë, pra pas zgjedhjeve ti thua është e parëndësishme. Po ta thash policeske, nuk jam më kot të përmenda fjalën policeske. Në momentin kur mbaroj zgjedhjet, tani ti ka mundësi të futesh dhe Berishën dhe Ramën brenda, të ndryshoj zgjedhjet, ato janë. Ore, nuk mund të thuash pas zgjedhjeve më fal se të vrava, ti më vrave mua. Së bëhem unë, së të ka di që e këthyre në njëri nga bota e përtejme, përveç Jezu Krishtit? Jo. Edhe unë po të them, iku kjo histori. E dyta, kjo ishte një sfidë. 100 milion herë kam shpjeguar këtu e kam thënë, të ka dalë në 21 prill. Ajsa, domethënë nuk e di se çfarë, u lova duke thënë. A thua edhe një herë, thua. Drejtoresha Zëvaz Durrës i doli mesazhi në media, nuk po ja them unë, se unë s'jam aq i zgjuar sa janë ta. I doli në media ku i detyronte në punësit e vet arsimtarët në një ditë pushimi, meqense në Altmania tia do shkonte në Durrës në orën 11, të shkonte të sillni secili arsimtar i Durrësit, të sillte veten e vet, por jo vetëm veten e vet, por edhe një 5 nxënës. Tani a ka mundësi të më thotë mua spaku, ore nuk e hetoj dot. Se hetoj dot, më se kapi dot. Po kur doli në media, a ju fut ky spaku e të shkonte ta kapte? Po janë 39 procedime të regjistruara në prokurorinë e posaçme. Pas një për Durrësin. Ndoshta në detim se cilat janë qytetë. Më vjen që më kundërshtoj se më nxjerr më të mirën time ku më kundërshtoj. Nuk të kundërshtoj, por them janë 39 procedime të regjistruara dhe ndoshta një nga të regjistruara mund të jetë 3339. Të kujtohet 339 të vetiu të. Atë ta shpjegoj prapë dhe duke qenë se futem tani te profesionim. Për 2021-shin, ky personi që po flet ka mbrojtur në gjykat 4 persona për shkelje të krime zgjedhore. Për krime zgjedhore. Për krime zgjedhore. Ishin numërues, të cilët në momentin kur mbarohej gjithë historia atje, ama çe do ka Andi këto, do Nardi këtë votë. Budallikshë. Nëse votat ishin po ato, po thjesht ja hoqën Andit dhe ja dhan Nardit. Për këtë ka gjë shkuan atje. Tani ata në të shkojnë. Po sigurisht, po nuk ndryshoi, por nuk ndryshoi dot rezultatin, po nuk ndryshoi rezultati zgjedhjes. Do Nardi po thotë ata nuk e kishin nga dashakeqësia, kishin nga dashakeqësia. Ata fare zero. Ja japin e po gjithsesi është krim. Atëre po të krijoj, po të them, po është krim, jo, 100%. Do dënohet nga 3 deri në 7 vjet e burg. 3 në 7 vjet burg. Por nuk po merrem me këtë histori. Unë po të them diçka krejt tjetër. Po të them në momentin kur ti nuk e ke bërë përpara zgjedhjeve, pas zgjedhjeve ti më ngërtërto kartacela mua, po nuk më bën punë më. Okej. Tani, faleminderit avokat se Aida të ndërpreu disa herë dhe të dha shumë hapësirë, domethënë kuptimin të bëri shumë mirë. Më kundërshton tati, më nxjerr mua më të mirën, kështu që edhe unë prandaj kopnetsoja. Tani 39 procedime penale, Aida. 9 janë të nisura kryesisht. Ti thej që BKE-ja ka marrë në netime dhe çështje të cilat ndodhen në Peqin. Tani, pret diçka nga spaku në këtë histori, apo mundesh që në një farë forme të bashkohesh edhe me këtë që thot Nardi që duhej parandaluar, sepse hetimi pas zgjedhjeve nuk ka më vlerë në kuptimin e gjës. Parandalimi është një nga proceset më të rëndësishme, jo vetëm në fushatat zgjedhore, por në të gjithë punën e institucioneve të zbatimit të ligjit, duke nisur nga policia dhe nga task forcat e ngritura. Por patjetër që ne nuk pam, realisht, për hir të vërtetës, nuk pam arrestime të bujshme, ne kemi parë shoqërime të bëra, kemi parë kontrolle banesash, kontrolle telefonash, të bëra për disa subjekte politike, disa persona, disa biznesmen, por në asnjë moment nuk pam arrestime në flagrancë përveç rastit të lushnjes që u bë nga policia e lushnjes, dhe më pas i kaloi sigurisht prokurisë posaçme për shkak se të gjitha krimet zgjedhore u vendos target që do t'i merrte prokuroria e posaçme. Dhe pam vetëm shifra të hetimeve të nisura nga prokuroria posaçme një pjesë, sepse sikurse u tha edhe në fillim kishin krijuar një platformë ku qytetarët, subjektet apo kush kishte dëshirë mund të bënte denoncimet e tyre, një pjesë kryesisht pra janë këto raste që ata vetë kanë konstatuar në terren përgjatë shërbimeve të tyre, por ajo që unë do doja të shifja dhe uroj që një pjesë e mirë e tyre të marrin drejtim shpejt,
përposa asaj që na erdhi tha, është e drejtë, procesi ka mbaruar, çfarëdo që të ndodh tani, asgjë nuk është bën më ato sepse xhabota e shqiptarëve u dha edhe çfarë do të ndryshojë, bie që të rikthejmë edhe një herë një proces tjetër nga fillimi dhe ta zhgënjejmë edhe një herë këtë popull, se më pëlqeu një fjali e Jorida Tabakut kur thaj që ne nuk dimë të bëjmë zgjedhje dhe për fat keq ne nuk dimë të bëjmë akoma zgjedhje.